me vete një kornizë të bukur, që ta shohin si Ministria e Arsimit, si Ministria e Kulturës, që diplomën do ta vendos në kornizë. Shumë faleminderit. Tani, duke qenë që Ministria e Arsimit është kaq e zellshme për nxënësit e 9-vjeçares, çohen mesazhe në grup për t'u dhënë bileta falas për koncertin e Kanye West Tour. E di Ministria e Arsimit se çfarë këngësh këndon Kanye West, çfarë fjalësh të bukura ka, apo nuk i di? Ato kanë mesazhe eksplicite, mesazhe seksuale, nuk janë mesazhe për fëmijë që ju i jepni bileta. Fëmijëve të 9-vjeçares, në vend që t'i jepni libra, në vend që t'i çoni në për olimpiada, në vend që t'i financoni talentet, ju i shpërbleni me bileta për një koncert eksplicit. Por, ç'është më e bukura, është që ne duhet ta kuptojmë ashtu siç ato bën për ligjin e 21/2024, ato po bëjnë të njëjtën gjë me 4 milion euro të Kanye West. Nuk ta pyesin fare, ai nuk pyet më as deputetët, e miraton edhe vjedh lekët nga fondi i emergjencës për një artist si Kanye West, i cili ne adhurojmë po kryse gjithë bota.